Në shtegun drejtuar, kemi për qëllim që t'i drejtohemi me këshilla, porosi të ndryshme, kategorive të ndryshme të shoqërisë. Qoftë të jenë student, nënpunës, gurbetçar, të smut, njerëz në telashe të ndryshme e kështu me radhë. Të gjithë këta, padyshim, kanë nevojë në situata të caktuara për ndonjë këshill, porosi, andaj shpresojmë se do t'ju ndihmojmë përmes këtij shtegu. Ndërsa, përmes shtegut thënie të arta, synojmë që të përgjithim fjalë të thënie të arta që i trashëguam dhe vazhdojmë t'i trashëgojmë nga dietarët tanë të famshëm, të cilët të frymzuar nga mësimet e fjalës së Allahut dhe gjithashtu porosive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam erdhën deri te disa përfundime me të vërtet të çmuara, të arta që për neve mund shërbejnë si ndriçim në rrugën tonë drejt Allahut të madhruar. Sa nga këto fjalë kanë mbetur brenda librave, sa nga këto fjalë kanë mbetur larg veshëve të njerëzve, e që kanë nevojë të sqarohen, të prezantohen dhe gjithashtu të ofrohen njerëzimit, që në kuadër të këtyre frymëzimeve dhe përvojave që i patën këta dietar, të shërbejmë ne për të ballafaqur me sfidat e kësaj bote dhe për dalë faqebardh pas çdo sprove dhe sfide. Dhe shtegu i tretë, sqarime dhe prononcime, përmes të cilit shteg sqarojmë ndonjë gjë të keqkuptuar apo që ka nevojë për sqarim të shtuar, apo deklarohemi për ndonjë qëndrim që e ndjekim dhe mendojmë që edhe musliman duhet ta ndjekin. Dhe në kuadër të kësaj gjithashtu përfshihen edhe pyetjet dhe përgjigjet që deri më tani i keni ndjekur përmes faqes tonë në Facebook.